Si pasojë e rreshjeve intensive gjatë orëve të fundit, ka patur një rritje të niveleve të lumeve në disa qarqe të vendit, gjë që ka krijuar problematika serioze, kryesisht përmbytje të tokave bujqësore dhe banesave, rrëshqitje dherash, dëmtime infrastrukturore dhe bllokime rrugësh. Situata më problematike paraqitet në qarqet Shkodër, Lezhë, Durrës, Fier, Berat dhe Gjirokastër, ndërsa në qarqe të tjera situata është nën monitorim ose pa rrezik. Strukturat e mbrojtjes civile dhe forcat armatosura, nën koordinimin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, janë angazhuar në terren për përballimin e emergjencës, evakuimin e banorëve ku është e nevojshme dhe minimizimin e dëmeve. Qarku Shkodër ka një rritje të nivelit të ujit në fshatin Obot me rreth 60 cm mbi rrugën kryesore. Qarkullimi bëhet vetëm me mjetet të tonazhit të lartë. Ka rritje të sipërfaqeve të tokave bujqësore nën ujë, 15 banesa të rrethuara nga uji në vallën e Dejës. Në disa fshatra të malësisë së madhe ka rrugë të bllokuara dhe prezencë uji. Në bashkinë Fusharrës janë evidentuar shkarje dherash dhe rënje gurësh, prezencë e shtuar e ujit në rrugët autorurale, gjë që ka shkaktuar dëmtime. Në qarkun e Lezhës, rreth 3000 hektar tokë bujqësore janë në ujë. Është bërë evakuimi 2 familjeve, një në fshatin Ishull Shëngjin dhe një në fshatin Kakariq. Rreth 100 banesa janë të rrethuara nga uji, kryesisht në njësinë administrative Dajç, Babulloj, Balldrand dhe Shënkoll. Ka rrëshqitje dherash në fshatrat të Rëvic dhe Tresh. Po punohet për mbylljen e çarjes së argjinaturës në lumin Droje në fshatin Tukaqin. Në qarkun e Vlorës, niveli i lumit Vjos në Novosel ka kaluar 8 metra. Janë evakuuar 13 familje pranurës së Mifoli dhe në Novosel. Nuk ka prezencë uji në banesa. Në qarkun e Durrësit, aktualisht situata është drejt përmirësimit, por po punohet për heqjen e ujit në rreth 800 banesa dhe objekte, veçanërisht në zonën e Burgut, Ish-Kënetës, Shkozet dhe Nishtull. Në bashkinë e Krujës, si pasojë të çarjes së argjinaturës së lumit Droje, ka vërshime uji në 2 fshatra, Dukaqin i Ri dhe Miliska. Në bashkinë Shija ka prani uji në 15 banesa. Situata problematike, veçanërisht në njësitë administrative Qafzotaj, Maminas dhe Qepalaj. Në qarkun e Korçës janë disa rrugë të pakalueshme në Devoll. Janë evidentuar rrëshqitje dherash dhe bllokime rrugore në Pogradec dhe Përrenjas. Në Maliq ka sipërfaqe të tokave bujqësore nën ujë. Në qarkun e Beratit rreth 95 hektar toka bujqësore ndodhen nën ujë. Në qarkun e Fierit rreth 200 hektar tokë bujqësore ndodhen të përmbytura. Prezencë uji në 27 banesa dhe në disa fshatra.